Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka publikuar pamje të momentit kur një torpedo godet një anije luftarake iraniane pranë Sri Lankës. Më parë besohet se të paktën 140 persona rezultuan të zhdukur pas incidentit. Nga informacionet thuhet se anija po kthehej në Iran nga një port në Indinë Lindore. Pat Hegseth, sekretari i mbrojtjes në SHUBA, tha se sulmi amerikan përfaqësonte fundosjen e parë të një anije armike nga një silur që nga lufta e dytë botërore, ashtu si në atë luftë ne po luftojmë për të fituar, thaj. Hegseth më tej paraqiti planet për të përshpejtuar përpjekjet ushtarake. Sekretari shtoi se faza tjetër e veprimit ushtarak synon që forcat ajrore amerikane dhe izraelite të marrin kontroll të plotë të qiellit iranian dhe kjo pritet të përfundojë brenda një jave. Siç tha presidenti Trump, po vijnë val gjithnjë më të mëdha, ne sapo kemi filluar, po përshpejtojmë, nuk po ngadalsojmë. Kjo nuk ishte menduar kurrë të ishte një ndeshje e drejtë dhe nuk është një ndeshje e drejtë. Ne po i grushtojmë ndërsa janë për tokë, gjë që pikërisht kështu duhet jetë, u shpreh Hegseth. Fotot e pasojave të sulmit postuara në X tregojnë harkun e anijes së goditur të drejtuar nga qielli përpara se të fundoset. Kujtojmë se që nga nise e sulmeve amerikane dhe izraelite janë vrarë të paktën 1045 njerëz si edhe 5402 të tjerë të raportuar të plagosur. Rreth 181 nga këto vdekje thuhet se ishin fëmijë në moshën 10 vjeç. Ky numër nuk përfshin objektivët ushtarak që janë vrarë deri më tani gjatë 10 sulmeve në bazat dhe shtëpitë e udhëheqësve politik. Përcaktimi i një shifre të saktë mbi numrin e viktimave gjatë një konflikti është sfidues, veçanërisht në Iran, ku interneti është ndërprerë që nga shtuna.